Dita mësuesit erdhi ndryshe këtë vit për profesorin Lujt Shabani. Nxënësit e tij të 55 viteve më parë kanë uruar mësuesin e tyre për këtë ditë të veçantë. Ishtë nxënësit e mi, sot 55 vjet në shkollën 7 nënore, më kanë ba këtë surprizë me më rinu e me më dhanë jetë e cila më frymëzon shumë dhe shprej mirë njohje në tyne, sepse Allah s'kam në ju që një mësues mas 55 vjetëve shkollës 8 vjeçare i bajnë një nërë të tillë. Nxënësit shprehen emocionet për punën e palodhur dhe dashurinë që i ka ofruar atyre. Fjalët e profesorit na i kena si një leitmotiv për gjithë jetën. Si në profesion, ashtu edhe në jetë. Mësues shumë serioz, shumë i dashur me fëmijët dhe që na metin kujtesë për shumë vite, pothuajse deri tash sa përmendem i tij gjithmonë ne pas shumë respekt. Ndërsa Bashkia Shkodër vlerësoi Lujt Shabanin me një certifikat mirënjohje. Na sot jena mbledhur për një ditë shumë veçantë për me uru zotin Lujt Shabani për kontributin e jashtëzakonshëm që ka në fushën e mësuesisë. Dhe në emër të kryetarit të Bashkisë Shkodër do japim një certifikat mirënjohje për me vlerësu këtë figurë të nderuar. Lujt Shabani e ka nisur profesionin e mësuesit në lëndët matematik fizik 75 vite më parë në Dargobi, ndërsa më pas ka punuar dhe në shkollën 8 vjeçare 7 nëntori dhe Salua Lili.